të varfrimit që një vend ka njohur në histori. Por Korça dhe korçart janë gjithashtu potenciali më i madh për madhështinë e Korçës, për madhështinë e Shqipërisë. Miqtë e mi, me këtë projekt ne do bëjmë gjithçka. Do t'i shpallim luftë me zero tolerancë, varfërisë ekstreme dhe njerimit të Korçë dhe Shqipëri. Ne besojmë se asnjë korçar dhe asnjë korçar, se asnjë shqiptar dhe asnjë shqiptar nuk duhet kurrë të ndjejë dhimbjet e skamjes, nuk duhet kurrë të ndjejë të nënshtrohet smundjeve, nuk duhet kurrë të mendoj vend tjetër për ëndrrën e tij përveç Korçës, Pogradecit, Devollit, Terseks dhe Shqipërisë. Në këtë përpjekje ne i adresohemi më së pari asaj që është vlera jonë hyjnore, asaj që kam ku edhe rritur brez mas brezi, burrat dhe gratë më të shquara të Korçës dhe Shqipërisë, luftëtarët më të vendosur, njerëzit më punëtor, familjes korçare, familjes shqiptare. Ne besojmë se një familje fort është themeli i të gjitha arritjeve tona, se një familje fort është kushti i mirëqenjes son, është kushti i moralit ton, është kushti i tashmes son në Korçë dhe Shqipëri. Ndaj dhe ne, duke vendosur pensionin minimal 200 euro, minimumin jetik 200 euro, duke vendosur pagën minimale 500 euro, duke vendosur kartë e konsumatorit, duke vendosur bonuset për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë, për të tretin, shpenzimet plota nga linja Gjergj 23 vjeç. Ne japim, i krijojmë kushtet që çdo familje të jetojë në paqë, të mbrojtësoj veten me punën, mundin dhe djerst e saj. Familja është tempulli i formimit, i edukimit, i moralit, i virtutit për çdo shqiptar, për çdo korçar. Njerëz të lirë, korçarë dhe korçarë të lirë, mos harroni kur se konservator
do të thot tradicional, se tradicional do të thot besim tek familja, besim tek familja, besim tek familja. Miqtë e mi,